Mirë si ju gjej në Ilvatare Talks. Kur largohesh nga dheu, likshtohesh se po lë pas vendin tënd. Për shumë të rinj shqiptar në Amerikë, Shqipëria nuk është thjesht një vend në hartë. Është një gjuhë, kujtim, një aromë kuzhine, një këngë, një krenari që e mbajnë me vete çdo ditë, një gjysh, një gjyshe, një përkëdhelje. Sot do të flasim për dy vajza të reja shqiptare që studiuan dhe përfunduan studimet në Ohio State University, një nga universitetet më të mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Enja Brahaj dhe Emma Spirollari janë pjesë e organizatës Albanians at Ohio State, një komunitet studentësh shqiptar e kosovar, por edhe student nga kultura të tjera që janë bërë kurioz për Shqipërinë, për gjuhën shqiptare, për traditat tona. Mes mbrëmjeve me gatime tradicionale, netve të filmit shqiptar dhe aktiviteteve kulturore në zemër të Amerikës, këta të rinj po bëjnë diçka më shumë se sa thjesht evente studentore, po mbajnë gjallë identitetin shqiptar, larg shtëpisë dhe po a prezantojnë madje atë kombeve të tjera me shumë krenari dhe dashuri. Sepse ndonjëherë mënyra më e fortë për të mos humbur rrënjët është t'i ndash ato me të tjerët dhe t'i kultivosh, po me dashuri. Enja dhe Emma, faleminderit që jeni tek Ilvatare Talks sot. Faleminderit ju. Enja, po e nis me ty. Si ka qenë rrugtimi yt drejt Amerikës? Je vendosur këtu prej afro 6 vitesh dhe si të është dukur tranzicioni nga Shqipëria në Amerikë? Okej, unë kam marrë në Amerikë po më shënë 17 vjeç, edhe në fakt nuk kam dashur fare të vi. Kemi në marrë vesh që do vinim kur isha 15 vjeç dhe mbaj mend që kam qarë. Jam lutur mamit edhe babit që të rrinim dhe një vit më shumë në Shqipëri, në fakt. Doja që të marrë gjimnazin aty me shokët dhe shoqet, por ne na duhet të vinim një vit përpara se të marrë gjimnazin, në mënyrë që të kishim rezidencë këtu dhe që të nuk pesha mirë me sistemin para se të aplikoja për universitet. Kemi ardhur në 2020 në mes të Covidit. Unë e kisha atë mentalitet, ndoshta i ka buar njëmi, që nuk prisa ta përqira Amerikën. Ndoshta nga që isha shumë e prezantuar me Amerikën përpara për filmave, për seriale që kisha parë. Dhe s'të kishte pëlqyer? Ashtu ndo. Nuk më ngjisa Amerikan shumë, jam shumë shqiptare, nuk di se më pëlqen si jetesës në Tiranë, unë jam nga Tirana, jam vinë në Amerikën në Tiranë. Më pëlqen si sa afër janë gjërat me njëra tjetrën, më pëlqen si njeh komshiu. Më pëlqen që fura e bukës është atë dyqani djathtë në shtëpisë të supermarketit. Kur erdha këtu, mbaj mend ishte mes të Covidit. Ne u vendosëm në Cleveland, Ohio. Ishim me nënë dhe gjyshin afër. Që ishte gjë e mirë, se më sharroi të gjithë jetën larg atyre dhe gjithmonë ne kisha një boshllëk në fakt. Por shifja përdallë qetësi, njerëz që nuk ecnin, me makinë të gjithë, dhe thoja, po ku janë njerëzit? Ishte edhe tërë të rrjedhë në shtëpi, shkolla ishte online, ishte pak vështirë në fillim. Po kam pasur fatin të shkoj çdo vit ta vizitoj Shqipërinë, edhe të takoj shokët, shoqet afër me nënën gjyshe. Edhe mund të them që jam e bekuar, kam pasur të mundësi, se shumë njerëz nuk e kanë. Edhe ajo ma ka hepur pak mallin. Po tani jam mësuar, vashakash i shikon të mirën Amerikës, integrohet. Çfarë ka të mirë Amerika tani që të pëlqeu? Që është okay? Ndoshta kjo është personale, po ndoshta fakti që këtu arrita të kem atë pavarësinë që në Shqipëri nuk do ta kisha, të mos jam. Mendoj që po të isha 23 vjeçare në Shqipëri, si shoqet e mia, do isha akoma duke me prindrit, do isha akoma duke u varur nga ata, dhe më pëlqen kjo pavarësia që kam krijuar. Më pëlqen personi që jam bërë dhe sa jam rritur, sepse mendoj që pavarësia të zhvillon në shumë aspekte. Tani jam më e gatshme dhe më I'm able to make my own decisions easily. Sigurisht je zot i vetes, po them, ja? Po, jam zot i vetes. Kurse mendoj që po t'isha në Tiranë still, do ishte okay, bukur, shoqet, shokët, jeta, po nuk do e kisha atë këtësin, do të paguaj qiran, do të kursej lekët, sepse mami dhe babi do më banë atë marë të fluckën në tyre. Sepse jeta, besoj tani edhe ti e pjekur më shumë, edhe je rritur, po jeta në fund është përgjegjësi dhe kënaqësi që merrni ato përgjegjësi. Po do flasim edhe për këto. Emma,
Ti në fakt ke një histori tjetër. Ti je amerikane, por që zemra jote prej shqiptare po fiton për momentin dhe edhe këtë intervistë po e bën nga Shqipëria, me sa di. Po e vej në shpina gjyshes, në Pogradec, në Shqipëri. Si është historia jote? Unë jam lindur dhe rritur në Amerikë, në Ohio. Prindrit janë lindur në Shqipëri, edhe kanë lëvizur rreth 96-ës, e fiton atë Green Card Lottery, edhe kanë mbajtur lidhjet me Shqipërinë shumë të fortë. E kishim mësuar Shqipen përpara anglishtën, e bajmen që vetëm në shkollë flisja anglisht, edhe sa u futën në makinë, në shtëpi, vetëm shqipisht. So e kemi bajtur atë shumë fort. Edhe e kishim gjyshin në nënën në shtëpi për shumë vite. Atëre kishim bajtur me ato, kulturën, ushqimin, gjuhën, këngët, librat, çfarë të duash për kulturën shqiptare. Atëre kemi bajtur edhe kemi vizituar çdo 3-4 vjet. Edhe kështu, ti tani ke më shumë qejf t'jesh në Shqipëri apo në Amerikë? Pyetje e vështirë është kjo se sikur jam dy vete ndryshe, një në Amerikë, një në Shqipëri. Se kam mungesën e kulturës një çik në Amerikë, se s'jemi në Shqipëri, por e kam më shumit se familjet, shoqet, e kam në Amerikë. E kam jetën në Amerikë. Kuptoj. Por kam gjysët e zemrës në Shqipëri pra. Ema, ti në fakt je, sa vjeç je tani? 23. 23, vogël fare jeta përpara, ke kohë ti zgjidhësh këto dilema. Por unë jam kurioze të të pyes, ti si e sheh veten? Je e njëjta Ema që je në Amerikë me të njëjtin Ema që është në Pogradec? Si në bazë jam. Por jam në Amerikë, unë sikur e baj identitetin shqiptare më fort. Pse s'kam atë lidhje aq shumë. Por kur jam në Shqipëri, sikur më duket vetja më shumë amerikane. Edhe është për të që ndajem një pëshit. Dy Ema të shkrira në një. E ardhmja dhe fati do i vendos pasaj gjërat. Je për pushime aktualisht? Po, për pushime. Pse isha në Francë këtë vit, po punoja, isha më afër në Shqipërinë se në Amerikë, edhe thash pse mos të shkoj. Për të parë intervistat e plota të Ylva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.